Fermeri dhe gjarpri. Një mëngjes të ftohtë dimri, një fermer po ecste nëpër arën e tij. Në tokë ai pa një gjarpër që kishte ngrirë nga të ftohtit. Fermeri e dinte se sa vdekje prurës mund të jetë gjarpri. E megjithatë, e mori dhe e mbështolli në gjirën e tij për ta ngrohur dhe për ta kthyer përsëri në jetë. Gjarpri shpejt e shpejt u ringjall dhe kur mori forcën e mjaftueshme, e kafshoi njeriun i cili kishte qenë kaq i mirë me të. Kafshimi ishte vdekje prurës, dhe fermeri e ndjeu që po vdiste. Ndërsa merrte frymën e fundit, u tha atyre që ishin përreth: "Mësoni nga fati im, që të mos më shironi një horë."